Në mjediset e bibliotekës së Pallatit të Kulturës Ndueshujti në qytetin e Pukës u promovua botimi i studimit etno-kulturor Dasma Pukjan nga metodistja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, mësuesja e njohur Nazife Ramadani. Në hapje të veprimtarisë, kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve Fran Vukaj u ndal tek vlerat e këtij libri, i cili sjell në formën e tyre origjinale motivet e dasmës pukjane. Recencën e botimit të këtij studimi e mbajti Idris Ahmeti, i cili ndër të tjera u ndal dhe tek elementet përmbajtësor të studimit. Autoria nuk ka mbetur thjesht në evidentimin e momenteve të dasmës, ka përshkruar ose edhe ato pjesë në ato që nuk duken, por që e përgatisin dasmën në ato pjesë janë të dukshme e përjetuar me gëzim. Tradita është e thellë dhe e gjerë. Në libër kemi të shpjeguar qartë dhe gatimet që përdoren edhe enët në të cilët përgatiten, madje dhe si vetë këto enë ndërtohen. Këtu mësojmë për shembull se si është zakoni për të nderuar mikun duke i dhënë gjysmën e kokës së baktisë së therrë për dasmë, dhe jo vetëm kaq. Mësojmë edhe se si rreshtohen krushtit ku nisin për të marrë nosën. Në ceremoninë e dasmës një pak vend kanë zënë lojrat popullore. I pranishëm në këtë promovim, kreu i Bashkisë së Pukës Gjon Gjona i vlerësoi punën plot pasion dhe forcën e autores Nazife Ramadani, të cilën e përgëzoi për vullnetin. Nazifja ka ditë me përcaktu qartazi, vlerat unikale si ka rreth i jonë. Pavarësisht se shumë shkrimtar, studius e njerëz të letrave janë përpjekë të nxjerrin pa vlerat e pukjanëve, por përsëri secili me kontributin e tij sado modest qoftë ajo, të një studimi të tillë, po duke hap rrugën edhe studimet e tjera, na bën ne të gëzohemi se vlerat e Pukës dhe tradita e Pukës nuk ka marrë. Unë duhet të them një shprehje mësuese Nazifes. Kjo një gru e mrekullueshme, një nan e denjtë dhe një mësuese e shkëlqyer. Do të them një shprehje të Shakespeare-it, i cili thotë: lufta me vetveten është lufta më e vështirë, por është fitoria më e këndshme. E tilla është Nazifja. Mësuese Nazifja, të uroj suksese të një pasnjëshme. Por ajo që jam më themelorja të uroj shtetit, për cilin t'je bëni luftë pa pajtuar. Mëtej kanë qenë të shumta vlerësimet për mësuese Nazifen, jo vetëm si intelektuale, arsimtare dhe profesioniste në fushën e muzikës, por dhe si një qytetare e denjë, aktiviste e njohur dhe njeri i mirësive që shpalos gjithë një energji pozitive, ndërkohë që studimi i saj lidhur me motivet e dasmës pukjane u cilësua si një pasuri që i mbetet brezave. Interesimi i saj ka qenë prej kohësh që të ketë një studim në këtë drejtim, për arsye se edhe mungon në fakt në studimet tona mungonin dhe pak a shumë këto botime të kësaj natyre, si që e bani zonja Nazife. Studimi juaj është një punim i jashtëzakonshëm dhe një frymëzim për të tjerët që të vazhdojnë më tej dhe ta pasurojnë ashtu siç duhet artin dhe folklorin pukjan. Të përshkrosh këto vlera të këtij riti njerëzor dhe ta dokumentosh këtë, dhe që nesër brezat e ardhshëm do ta kenë mundësi ta marrin dhe ta kenë gatshëm, është një shërbim që i bëhet kulturës popullore pukjane për këtë zonë, e cila domethënë kuptohet se vlerat e Pukës, vlerat e shkrimisë pukjane të rrethet e Pukës janë me xhera, por ashtu si thanë dhe Frankfurtit, kjo është një nisëm që duhet vlerësu, kjo është një punë që duhet vlerësu, dhe të gjithë tjerë, në zonët tjera, duhet t'japin kontributin e tyre për këtë, për shkrimin dhe dokumentacionin dhe montimin e këtyre vlerave, të cilat për të ardhmen është një shërbim i madh që i bëhet brezave në vazhdimsi. Të gjithë ata që marrin gjin penën për të shkruar libra të tillë, i bëjnë një shërbim jo vetëm vetes, por gjithë komunitetit e në veçantë brezit të ri, i cili duhet të di nga ka ardhur që të di ku të shkojë. Si krijuese i bën një libër me vlera të mëdha historike, etnokulturore, me vlera të jashtëzakonshme për brezat që janë edhe që do të vinë. Si kolege e imja ke qenë vazhdimisht për të marrë shembull dhe vazhdon për të marrë shembull për punën, kontributin, për saktësi, korektësi
në kryen e detyrave. Përveç këtij botimi, inshallah takohemi shpejti në një botim tjetër që mund të servirni përsëri publiku, po janë dhe neve gjithë së bashku. Realisht kjo është një promovim dhe një libër me shumë vlera, që i takon brezave, i lënë një trashëgimi të bukur brezave që vinë që rriten. Por, gjatë kësaj veprimtarie, nuk kanë munguar edhe surprizat, ndër të cilat urimi i djalit të autorës nga Murgimi, buqetat me lule nga kolegët që nuk jetojnë më në Puk, si dhe një poezi kushtuar mësuese Nazifes nga regjizori Fran Vukaj. E teksa në emër të familjes së Nazife Ramadanit përshëndeti vëllai i saj, vetë autoria e këtij botimi u ndal tek nisma për të arritur deri tek botimi i këtij studimi. Unë në punën time kam falënderim për gjithë komunitetin e Pukës, për gjithë nxënësët dhe nxënësët e mi, të gjithë drejtuesit që unë kam kalu si shta regjisori i nderuar zoti Fran Vukaj, që mund kanë trajtuar dhe më kanë dhënë vlerat për atë punë që kam bërë, që ne edhe jemi pagu, por vlerat nuk më kanë dhënë asnjëherë. Dhe unë kam një kënaqësi të madhe që sot unë punoj në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Puk. Do të falenderoj me shumë të madhe për gjithë nënët e qytetit të Pukës dhe gjithë zonave ku kemi shku, qoftë veshja Meditore, qoftë veshja Pukës, të gjithë nënat kanë fillu të investojnë, megjithëse nuk kanë kushte ekonomia, që këtyre fëmijëve t'ju krijojnë mundësi t'i trashëgojnë këto veshje. Veprimtaria promovuese ka vjuar gjatë ku shpalos domosdoshmëria e ndjekjes së këtij shembulli për traditat etno-kulturore dhe të zonave të tjera të Pukës, ndërsa një koktejl mbylli ceremoninë e promovimit të studimit Dasma Pukiane, i cili u realizua në kuadër të muajit të letërsisë dhe arteve.